Ekranet janë ndezur, por procesi i numërimit ende jo. Ani pse gjithçka duket gati në sallën 1 Tetori në Prishtinë, tavolinat janë vendosur e kabllët janë shtrirë nëpër dysheme. Numërimi nuk ka nisur. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, problemi qëndron tek rrjeti elektrik, i cili po pengon funksionimin e sistemit dhe transmetimin e pamjeve për vëzhguesit. Është për shkak të problemeve që është faqur me internetin, rrjetet e dobët të internetit. Ekranet e cilat janë të vendosura në qendrat komunale të numërimit janë vendosur për të shfaqur pamjet nga kamerat në të cilat prezantohen fletvotimet nga procesi i numërimit. Megjithatë, Elezi sqaron se platforma elektronike e rezultateve po funksionon pa pengesa dhe se problemi nuk lidhet me të. Duhet ta sqarojmë se platforma elektronike e rezultateve është duke funksionuar mirë dhe nuk ka pasur ndonjë problem. Pra, sfida që është paraqitur nuk ka të bëjë asgjë me platformën elektronike. E i njëjti problem është paraqitur edhe në 2 qendra tjera komunale, në atë të Podujevës dhe në Klokot. Sipas Elezit, stafi i Komisionit të Zgjedhjeve, departamenti përkatës, është duke u marrë me këtë çështje dhe që shumë shpejt ky problem do të sanohet, në mënyrë që edhe në këto 3 qendra komunale të fillojë procesi i numërimit.